Heidi dhe Romeo shfaqen sërish bashkë, ja ku u kapën matë së bashku. Duket se Heidi dhe Romeo nuk po I dahen shpirtërisht njëri tjetrit, edhe pse është bërë gati një vit që dyshja deklaruan se nuk janë më bashkë. Duket se ka ardhur një lajm tjetër I madh për fansat e dyshës, edhe pse konfirmimi për ndarje erdhi vetëm nga Heidi, e cila nëpër intervista tha se ishte mirë, duke lënë të nënkuptohet se çdo gjë tani është mirë, e la të nënkuptohet se gjithçka me Romeon ka marrë fund. Duket se kjo gjë nuk është plotësisht e vërtetë. Kujtojmë që Heidi me të ndarë nga Romeo u nis për në Itali, aty ku ka edhe familjen dhe jetën e saj. Pas qëndrimit 6 mujor, Heidi t'i erdhi një propozim nga Top Channel për të drejtuar emisionin Big Brother VIP Fan Club, gjë që e përqafoi me një herë. Në drejtimin e Big Brother Fan Club të shumta ishin edhe pyetjet, por edhe ngacmimet në drejtim të saj, me që është single. Megjithatë, ajo çdo herë u tregua rreth për t'i ndarë ngacmimet, e duket se arsyeja ka qenë e thjeshtë. Në vetëm 2 javë përpara se të mbaronte Big Brother, ajo në një intervistë të parë që prej shumë kohësh deklaroi se është e lumtur, duke nënkuptuar se ka nisur një njohje të re. Ajo tha se nuk di si ta quaj fiks, por janë në njohje sipër me një mashkull që është futur në jetën e saj. E duket se të gjithë paparacit kanë rendur që të zbulojnë se kush është Fatlumi. Por Fatlumi është përsëri Romeo Veshaj. Gjithçka është zbuluar në natën e mbrëmshme, teksa në një koncert të Drena Bazit, dyshja janë parë në të njëjtin ambient. Fansave nuk u ka shpëtuar detaje, teksa kanë pasur edhe komunikim sy me sy me njëri tjetrin. Nuk dihet nëse Heidi dhe Romeo do e pranojnë se janë akoma bashkë, pasi fansat e kapën dyshën matë. Nga ana tjetër, Romeo nuk është prononcuar as pak për këtë lidhje, teksa duket se dyshja duken mjaft e lumtur në krahët e njëri tjetrit.